Jehona e protestës së studentëve ka arritur deri në qarqet më të larta të Bashkësisë Ndërkombëtare. Kryeministri i vendit Hristijan Mickovski tha se protesta e studentëve nuk duhet të politizohet, por t'i lihet në duar profesionistëve juridik dhe për këtë arsye ka njoftuar NATO-n dhe BE-n, me pretendimin që opozita shqiptare po përpiqet të shkaktojë destabilizim, por ndërkombëtarët nuk kanë reaguar për këtë situatë. Вчера видовме голем број опозицијски и активисти и високи функционери кои што беа на протестот и на тоа му дадоа и политичка конотација. Ние за тоа ги информиравме нашите сојузници и во НАТО, но и нашите сојузници во рамките на Европската Унија за обид на опозицијата да на одреден начин направи дестабилизација. И мислам дека тоа не најде на одобрување на високи представници на меѓународната заедница. Edhe nga opozita shqiptare thonë se kanë informuar aleatët ndërkombëtar. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani shkruan se ka njoftuar BE-n dhe NATO-n për interpretimet e pasakta mbi opinionin për Komisionin e Venecias. Sot informova përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar mbi përpjekjet e qeverisë për të paraqitur në mënyrë të shtrembëruar natyrën e protestave studentore, duke i etiketuar ato si të motivuara partiakisht dhe duke krijuar një perceptim të pasakt për realitetin në vend. Theksova se këto përpjekje për të orientuar gabimisht partnerët ndërkombëtar nuk reflektojnë shqetësimet reale të studentëve, të cilat lidhen drejt për drejt me zbatimin e të drejtave ekzistuese. Edhe socialdemokratët kanë reaguar lidhur me çështjen e mosbatimit të gjuhës shqipe në gjyqësor. Nënkryetaria e LSDM-s Jovanka Trenčevska tha se ВМРО ka rihapur disa çështje të mbyllura. Главни инспиратори на сите овие поделби се токму Мицковски и владата. И денеска слушнавме низ медиумите дека ќе пријавеле во НАТО и во ЕУ за ова од страна на опозицијата, меѓутоа да му препорачуваме најпрви тој да се пријави и во НАТО и во ЕУ, затоа што тој ја дестабилизира состојбата во државата. Овие прашања беа затворени прашања за кои што не се дебатираше во минатиот период, но откако владата на Мицковски, владата на ВМРО е на власт, повторно се поставуваат прашања за поделби. Ndonë se kryeministri Mickovski tha se ekipi ekspertëve kushtetues po punojnë në gjetjen e një zgjidhje për kushtetueshmërinë e dygjuhësisë në sistemin e drejtësisë, përkatësisht të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Nga ana tjetër, partneri i qeverisës i Vlenit Bilal Ghasami tha se ekipi do formohet këto ditë. Jo, ende nuk janë formu. Besoj këto ditë do të formohen grupet e punës të cilët do punojnë për ofrimin e zgjidhjes së kësaj problematike. Keni garancë edhe nga partneri i koalicionit se do të përkrahtë? Po ajo garancë ka qenë edhe publike nga ana e kryeministrit. Kanë të drejtën e plot studentët e drejtësisë të cilët fakultetin e mbarojnë në gjuhën e tyre amtare që edhe provimin e jurisprudencës ta japin në gjuhën e tyre. Ndryshe në këtë mes, kërkesa baze studentëve zbatimit të drejtave gjuhësore mbetet ende pa një zgjidhje konkrete, ndërsa paralajmërimet për formimin e grupeve të punës tregojnë se procesi mund të zgjasë, duke mbajtur çështjen të hapur edhe në periudhën në vijim.